Në këtë video të mësojmë se si me bu kopje një hapësirë të punës apo një projekt. Po klikoj shpejt File New për me kriju një hapësirë të punës apo një projekt 600x600. S'ka rëndësi ju sa i zgjidhni këto, e rëndësishme me kriju një projekt. Është hap kjo, edhe ndodh që për shembull një rast konkret, e klikoj çdo një 4 orë, shkoj New Layer, bëj një rreth, domethënë me shift për rritim në mënyrë proporcionale. Tani kam dy forma. Edhe ndodh që jeni duke punuar në këtë projekt, po në këto momente keni një ide tjetër që doni me provu diçka tjetër, po nuk po doni me prek këtë projekt aktual. Kështu që njëra prej mënyrave që është më praktike, klikoni me tastin e djathtë këtu edhe klikoni duplicate. Klikoni këtu duplicate, hapet fusha që më ja shënu emrin që po do me projektet, që për shembull ideja të okej, tani keni dy projektit njëjtën kohë. Ose ju që jeni të punu në taba, e keni këtë alternativën tjetër, me kliku image edhe e keni opcionin duplicate. Okej, kjo është mënyra më e shpejtë se si me bo duplicate një hapësirë të punës.